Çdo vit më tepër shkodranët po preferojnë të bëjnë udhëtime turistike për festat e fundvitit jashtë vendit. Agjencitë bën të ditur se oferta turistike janë edhe arsyeja kryesore që qytetarët po udhtojnë më shumë gjatë kësaj periudhe. Darresi gjithmonë nga Shkodra ka për nisje për jashtë është në rritje, për arsye sepse edhe ofertat që ofrojnë vendet afër Shqipërisë janë ofertat mira. Vendet më të preferuara për këtë sezon janë Austria, Franca, Turqia, por dhe Egjipti. Vendet më të preferuara normalisht për momentin ne kemi Vjenën, që është në top turet e kryesore, është Stambolli që dihet është edhe ai i kërkuar, po ka pas rritje Strasburgu, Kolmari dhe Sharm el Sheikhu për arsye sepse kemi 4 nisje direkte nga Tirana drejt Sharm el Sheikhut për natën e ndërrimit viteve. Në krahasim me vitin e shkuar, rezervimet për të udhëtuar për festat janë rritur me rreth 10%. Në ndryshim nga vitet e tjera, këtë vit janë ofruar edhe paketat all inclusive që nënkupton çdo gjë e përfshirë, duke përfshirë dhe natën gala. Paketa përfshin transportin, guiden, hotelin all inclusive gjatë viteve qëndrimit, festat, koncertet që organizohen për natën e ndërrimit viteve dhe darka gala. Çmimet variojnë në varësi të resorteve, ku mund të marrim një çmim mesatar për afërsisht diku te 750-800 euro për person, duke i përfshirë gjitha. Paketa plot, më shumë për paketën e Egjiptit Sharm el Sheikhut. Për arsye sepse e kemi reklamuar shumë më shumë dhe kushtet janë shumë më të mira të organizimit, ka pas një rritje diku mund të themi me përqindje diku te 10% me vitin e kaluar. Fundviti cilësohet edhe si koha ideale për të udhëtuar. Kjo periudhë përkon edhe me organizime festive, mbrëmje gala dhe gjithçka për të bërë pushimet e fundvitit të veçanta.